parë në spektaklin Miss Albania, një nga bukuroshet tha: "Nuk janë këto vajza, nuk është Shqipëria pra që do ta bëjë një Miss, por bukuroshet do ta bëjnë Shqipërinë Miss." Dhe ne këtë vit, për të krijuar një imazh më të ri të vendit me demokraci të re, shkuam në Korfuz ku u xhirua një videoklip. Le ta ndjekim. Njëzet e tre pretendente të reja për fronin e Miss Albanis 95 në një odise moderne, pa peripeci, ku në çdo moment e ndjen veten të privilegjuar. Ishulli i Korfuzit. Për shumë prej tyre ishte ky udhëtim i parë drejt një bote që deri para pak kohësh dukej e paritshme. Korfuzi është në fest. Autobusi s'mund të hyjë në qytet. Një polifem me veshje polici përballë këtij uliksi me emrin Petro Asonitis. Ciklopin e tundon bukuria e vajzave dhe finalja ndryshon nga ajo e Homerit. Grupi i prir nga mikpritësi i shqiptarëve Asonitis bën vizitën e parë në kështjell. Kështu, kjo botë antike ku ndihet fryma e perëndive të Olimpit dhe e heronjve helen, shkelet nga perëndeshat e sotme shqiptare të bukurisë. Një monument që të bën të provosh sensacione të veçanta kjo kështjell, por në të bukuroshet shqiptare se kanë dirë vetëm më pak të bukura se Artemida, apo Athena, Afrodita, apo Hira. Pastaj është Dionisi, perëndia e gëzimit që zbret mes qytetit me muzikën, lojrat, veshjet, ngjyrat, një kombinacion tradit, fantazi, art. Intuitive, perëndeshat shqiptare spikatin në qendër të kësaj tabloje jo vetëm për hirin, jo vetëm për shijet, por edhe për personalitetin. Në fokusin e televizionit më të fuqishëm privat i Greqisë, Antena, ato i kanë kaluar caqet e artit me të vetëndjerin e një misionarje të suksesshme diplomatike. Ndërsa Telekorfuzit, që duke ftuar vajzat në studio, ka kapur një kotë lartë audience, i është dashur të urë flamujt e sulmit duke shfaqur imazhin e vërtet të fqinjve. Një tjetër luk, një tjetër ajër në pallatin e Akilit që edhe në ditë të ftohta ndjell qindra e qindra turistë nga gjithë bota. Një kryevepër e skulpturës, Akili duke hequr shigjetën nga themra, thuaj se është tradhtuar edhe nga objektivat e aparateve fotografike. Shumë prej tyre kanë fiksuar bukuroshet shqiptare që sot rastësisht gjenden në tembullin e superherojit, por s'është as pak rastësore veshja e tyre që i bën vizitorët të ndjehen nga pak helen, nga pak trojan dhe më shumë i lirë. Dhe kur bie mbrëmja siç ndodh që hynive u blatojnë terrore e dhurata, një kurban që ndoshta cënon paksa dietën e vajzave, por që e mbyll ditën si festret një tryeze të Olimp. E nesërmja, sheh një tjetër vizitë të veçantë. Atje ku natyra ka dhuruar me bujari dhe njeriu ka ditur ta vlerësojë këtë dhuratë. Në këtë fund tetori, janë rrezet e fundit që mund të përfitojnë turistët, por edhe miset shqiptare në këtë plazh prallor, ndërkohë që nga një anë tjetër e mesdheut ka mbritur lajmi që Monika Zguro, Miss Albania 94, ka fituar trofenë shoqëruese së tretë të Miss Europës. Një tjetër gëzim për bukuroshet që kthehet në fest në Hotel Ajos Gordis.
biografia ka si autor temperamentin e ngjashëm të dy popujve. Këtë festë, shumë pak e ndan nga kthimi, provat, përgatitjet për natën e madhe të konkursit. Epilogu është një paradë improvizuar, një paraqitje e bukurisë, elegancës dhe karakterit të këtyre bukurosheve që në shumë ndjen veten perëndesha shqiptare të bukurisë apo misionare të diplomacisë.